një pyetja, ka votu Regja, shqyqon, me që ta nuk kine të parabartë ti edhe Regja, vjen keq në subjekte. Sepse ti ai ki një votim kunaj. Dhe Gjep Selimi me shokë me këtë vetë votë që s'ka kunaj votë. As s'ka votë kunaj, ka fjallë kunaj. Dhe nga thana në të berë është një drejt i tërë. S'kanë votu kundër. Të lutem, s'ka votë kunaj dhe mëse hiq, gjoma një votë kunaj. Jo, s'po du me mbrojt. Jo, që ka mbrojt, që kjo kundraj nuk po kuptuar. Nuk ka votë kunaj, kjo ka votë kunaj gjikate. Kundër gjikate. Mirë. Dhe kundraj në kuptim shumë, se dhe unë foli ka gegnisht. Mirë, po prandaj. Jo, po dona dhe mi osë që këtu në tjerë. Nuk ka votë kundër vetëvendosja. Ne asë një parlament. Asë një. Ti ki votë kundër. Dhe ndryshon. Ka fjallë kundër. Shqiptarë krejtë jetën një kunaj rëbnis, që kunaj përshtimit, kërë lufta nuk këtë dorë kunaj. U këthy në kunaj lefën. Tu na fynë gjatë lufte. A ishin salë aty? Kush? Ja. Edir, zotin Ramaboja, detyra deputetit. Kërkesa deputetit për më votu, është përfaqësimi i atij populli që votojnë dhe qëndrimi aty. Mi mund komen. Jo, Ramaboja. Për mu çdo deputet, i cilës do partit është. Kërkon besimin e popullit. Vjen parlament e ikë si qyshe, dhe nuk e dhe fjallin vetë. Çfarë do ta thotë? Çfarë do ta thotë? Shiko. Ai nuk ka përfaqësuar popullin dhe du të shkush shpellë me thonë se Më kujtohet, e kam shikuar me shqetësim. Ka një këtë deputet e partive tjera. Me shqetësim kur ja ka mikrofonin. Ti, Ramaboj, deputeti e ka detyrë, deputeti është sikur zoti i shtëpisë që ka detyrë me përfaqësuar moshkujt. Votën të cilën e ka marrë deputeti. Ka detyrë me ndajt dhe me dhonë një qëndrim, se ka himna, qëndrim i drejta, një qëndrim. Edhe tjertë ku ka një prej sale, deputet partijet ka bot njëtin gabim. Prandaj, ata nuk e meritojnë votën ati populli, ku nuk kanë guxim, forcë dhe dije për me përfaqësuar popullin. Pjesa tjetër që votoj pro. Kjo fund. E dyta, po himte Gotovina, është rasti Gotovinës me marrë shumë, shikone. Gotovina dhe nëse folim që ushtria kroate, nëse ka pas zinxhir komandues, pe ketë këtyne, unë mendoj që dashtë mas Serbije që ka dashtë me pas Kroacia. Dhe më në manë, Gotovina nga tribunali Oks nuk vërtetohet që ka qenë në zinxhirin komandues dhe o liru. E spjegoj mas në Po bra, dhe, dhe tani në këtë kuptim, llogarit e sa vështirë, në sa pa drejtësi do të më konë, me mujtë u qeken me qitë në zinxhirë komandues dhe... është katastrofë. Kjo katastrofa, kjo katastrofa. Pastaj, po du më njërë të lajia ma herë. E vërtet është që asë për kozin nuk ka qenë pjesë e programit të u qekes me ndodha është ka ndodhë program. Ishte imponune. Një fat ka qenë. Sepse ka herë këta djeme kanë pas fort hakikat. Edhe u ka një mu një farë mënyrë, u ka një pri fati. Ata njëjtën, si që tha Klarki, ka dhonë të t'i vrasim krejt. A e ka dorë me vazhdu, njëjtën e përvojnë në Glëgjan. Fati, nuk e lezin në Glëgjan. Dhe kthejo poka. Nuk ishte fat vetë për familjen Radinej, që pështun. Sa ta me të njëjtën mision e ka pas plan.